Emiliana Sako, kukut korupcioni. Salami, ja, më hëngër kalamajt. A i kërkon buk, ki o prish në duket, nuk e di. Mos e helma si fëmijë, ja, dhe hedhë. Jam mësu edhe njerëzit me idenë, përmytu i herë, përmytu 2 herë, përmytu 3 herë, së gjë njeri me ta blesë, thot, ose me e falë. Këto janë zërat e banorëve të Durrësit, të cilët të zemëruar nga përmbytjet e javës së 2 të janarit, kërkuan drejtësi përpara dyerve të bashkisë së qytetit. Kryetaria Emiliana Sako ka postuar vazhdimisht në rrjetet sociale punën e bërë në terren për të minimizuar dëmet, por nuk është ballafaquar me asnjë nga protestat e zhvilluara për të përballur me qytetarët. Ajo gjithashtu nuk ka mbajtur asnjë deklaratë publike për të shpjeguar situatën katastrofike, e cila sipas ekspertëve ishte e pajustifikueshme. Para 4 muaj, në shtator, i kam shkruar drejtorit QKD-s, Toni Dedës. Dhe i thash që Surila është e gjitha të bllokuar, pusetat janë të bllokuara. Erdhi me punëtorët, bëri 3-4 foto dhe u largua. Banorët e zonës së Ish-Kënetës shprehen se kjo është situatë e përsëritur. Momentalisht ata kanë plotësuar disa formular nga bashkia, por nuk kanë shpresa për kompensim të dëmeve. Dëme, me vlerë leku. Tani, mi bo me vlerë leku, ka lënë mbi 15. Mbi 15 milion. Ja, ta shofi, hajde shive veti dhe ta vlerësoje kush do që tjetë. Mendon që do t'i kompensojnë? Po dhe është hera e tretë që përmbytemi. Tani qa, ku s'ka morë gjohë dhe nësot. Hera e tretë edhe akoma, tani, kur s'ke morë të para, dytat, qa do morit? Kimi qenë ke bashkia tha bëni ca letra, ca gjëra, edhe i dërzon djetë që erdhen këtu kilagja. I dërzon, edhe tha, kur të të njoftojmë na, kur të të njoftojmë, hajde, nuk e di, a bëhet, as bëhet, ata e din të shimë, dorët atyre. Pak e mbi 5 milion janë kështu, vetëm mobilje, pa llogarit të pjesë tjera, plus e kanë filluar dhe muret me lëviz me lagështi, po mbi 10 milion. Gjithsej, po ta llogarisësh me gjitha, se veç i derë që është aty e baj milion lekë. Aktivistë të shoqërisë civile, por edhe përfaqësues të partive opozitare, kanë kërkuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Por kjo nuk u shpall, edhe pasi kishte kaluar një javë nga përmbytja dhe qindra banor ishin të detyruar të shpërnguleshin. Sipas tyre, shpallja do ta detyronte qeverinë të merrte më shumë përgjegjësi për ndihma dhe dëmshpërblim të prekurve. Mos shpallja i shmang këto detyrime. Vetë banorët thonë se nuk kanë shpresë për rikthimin në gjendjen financiare ku ishin më parë, të paktën për një kohë të gjatë. Si qishime? Ka bënë? Ka krapune tjetër këtu, s'ka. S'ka, plakën e kam nuk është pensionist, as pension nuk merë, motra merë 120.000 lekë pension për invalide. Atë e llogaritë. Si thonë më shumë, i ndihmoj unë, se nuk mahet shtëpia me 120.000 lekë edhe 20.000 lekë që merë plaka për kraje. Se ato ja kanë se plakën nuk e kanë. Vjet i blevëm, tani si vit për vitin e ri blevëm, këtë vit i vuëm. Në gjente vit i ri me copa.